Politizimi I arsimit është ekskluzivisht I shfaqur me arsyen shumë të thjeshtë që qysh e sheh politika arsimin, pra e sheh si një masë kritike të një vote kritike elektorale për përfitime elektorale. Mos harrojmë ki 23.000 mësimdhënës, një 7-8.000 tjetër staf administrativ, diku rreth 250.000 nxënës vetëm në nivelin paravendostar që dhe së bashku me print prezantojnë një komunitet goxha të mos me një masë goxha të lartë kritike elektorale. Tash kur kësaj të shtohet edhe decentralizimi dhe kompetencat që komunat kanë veçanërisht në proces të rekrutimit të mësimdhënësve, atëherë padyshim që është parë dhe vazhdon të po si një instrument I politikës për me shpërndasat ndikimin e vet në shkolla, që është I gabueshëm, se në fund ditës ajo që ka neve e kemi në përgjegjësi të madhe, e kemi ndaj këtyre trive këtij vendi, jo garantu një arsim cilësor, një trajtim të dinjitetshëm brenda sistemit arsimor. E këto s'mundesh me afru kur ja qenë mësimdhënësit më të njohshëm aty, ose kur ja qenë drejtori partijak, e plot të tjera. Pra, këtu dëmi është më I madh se sa që e mendon politika. Ti mundesh me përfitu do votat një mahallës aty kur e rekruton një mësimdhënës të fshatit, mirë po e humb gjenerata të tëra në momentin kur e ke intervistu, kur e ke rekrutuar një mësimdhënës që nuk është kompetent. Se çaj ty të kthehet në dëm, çaj I humb çdo gjenerata me mos përkushtim, me punë që mungon në kompetencë e shumë të tjera që diku me kalimin e viteve ty të kthehet si një problem I përgjithshëm të një grupi të mësimdhënësve që s'kan kompetencë profesionale ose s'kan pasion për arsimim. Edhe ti thu ka u bë ky problem, qysh I kemi këta mësimdhënës kaq neglizhencë në punën e tyre, kaq të papërkushtuar, edhe kjo pastaj të kthen në çata që pe komunikojnë, e cila është rekrutimi jo meritokratik I mësimdhënësve.